Peshkopi ndrinin e zi me pajtimin guid ka 12 vjetë që merret me guida, 7 vjetë është me licencë. Më mbrapa do ju tregoj se merret me çdo gjë. Në fakt uji është kristal, transparent i gjithë, shit edhe pjesa e lumit. Atje tuti është pishina, po më i bukur është ky restoranti këtu. Pajtim ti e përdor për çfarë këtë? Këtë kemi si restorant veror, e përdorim 3 muaj e verës. 3 muaj e verës. Po, 3 muaj, 4 muaj. Për gjithë personat që bëjnë rafting, ëh? Po, për gjithë që bëjnë rafting edhe për ato që do të konsumojnë një drek ose një dark. I ke produktet bio apo si ke? Po, gjitha bio. Si sa i bukur është, këtu fillon restoranti me pjesën e varkave të kajakus, të ndafin edhe këto që janë për rafting, gjitha. Po ato çai ke ato dy atje? Ato janë të turistave shqiptar që i instalojnë këtu, po ka dhe turista tu që vinë këtu fundjavë. Fundjavë? Po, vinë edhe instalojnë rulotët. Po, edhe vinë çdo fundjavë, vinë këtu rinë për çefin e vet. A di si është ave, është kryevepër, atje sipër ka i gard tipik, si më këtu është lumi që vjen i kaltër në një pjesë fantastike. Këtu janë shezllonët që ka vendosur pajtimi. Sofra Dibrane, ja ku e keni. Rafting, sofra Dibrane, pjesa tjetër, ndërkohë që këtej shkohet tek restoranti. Shihni si është restoranti, natyrë. Që ta dini është i gjithë në natyrë, edhe po e nisim nga kjo pjesa këtej ku janë pjesa që piqen në zgar. Unë jam zbatko. Jo, s'pyes fare, hajde. Ja, ku sa që ka në më lukë. Kena pjesën e zgarave, kur të 2 zgarat, fundjavë këtu duhet nes 2 zgarat që... Se në fundjavë vinë njerëzit, Po fundjavë gjatë javës kemi, po fundjavë do të thonë këtu është, nga këtu deri atje është fund. Edhe nuk i bëjmë me thonë në reklam fare pjesës të restorantit sepse vinë. Nuk kam qenë 1 orë e 10 minuta nga Tirana. 1 orë e 10 minuta nga Tirana, Tecë është qef, nuk ka asnjë gjë, është fantastike. Shikoj si është restoranti i gjithë i sajuar vetë. Ka ardhur nga Përmeti, shiheni. Nga rafting i Përmetit. Si duket këtu? Këtu është mrekulli. Kishte thënë pajtimi hajde. Se e kishe për herë të parë. Era pa që vje edhe rastësisht. Për ka pa 4 mëngjesit këtu. 4 të natës kam arritur me futboll. Po si do duk lumi? Po lije që është perë. Është perë, ja? Perë. Vjen nga Vjosa, ki parasysh, që e quajmë lumin e fundit tegër që na ka ngelur në Europë. Çia zakoni, filloi ti rregulloi gjërat. Po këto nga i ke marrë pejtima? Po këto mi ka dhënë një shok vetë më ka vendos shumë se unë. Si është, këtu është stoli, këtu është gjysma e lopatës, është lopata e rrugës. Bëjmë edhe na herë muzikë tonë. Po edhe muzikë. Po, a vendosim na muzikë na relax këtu. Jo, do të kuptoni se çfarë pamje ka. Shiheni pak se çfarë mrekullie është rreth e rrotull. Edhe për kamping. Po brenda se përdor. Brenda. Ja. Ka pjesën e jeliqeve, Ku janë? tu kam lopatat, jeliqet, skafanta që vinë njerëzit direkt në tur. Janë të gjitha të licencuara. Licencuara. Po, të gjitha licencuara. Fyki fera pasaj të Po ka shqiptar apo tuaj më shumë që e bëjnë? Po nuk mund të them as më shumë shqiptar, as 50-50. 50-50. Po ka dhe shqiptar shumë. Tu huaj në the izraelit ka shumë. Po izraelit ka pas shumë Ashtu. këto 2 vitet e fundit. Unë që i një se vazhdoj. Paron këtu. Kjo pjesa të përshkojnë para tje. Shive një tani. Edhe këtu mbushet plot, ë? Po. Çdo gjë Për kalamaj që rinë këtu në thejnë fundjave. këtu, me këto çadrat flen. Po, këtu, po ka dhe për njëzit. Kush e di si fliet natën. Po, qa gjumi bëm këtu. A? Ja, ne flim këtu, të Shaslana. Për jashta. Po, për jashta. Pajtimi flet këtu për jashta. I bëjmë gjitha bashk. E bukur krema dopja. Sëngjere këtu, sëngjere kemi sleeping bagat edhe në natyrë. Hotel me yje pa fund, jo me 7 yje, me 5 yje, me hotel me yje pa fund. Hotel me gjithë yjet e mundshëm që ka. Duke në yjet tu natën? Ka shikim papa, shikim shumë. Këto janë dhe shezllonët, që veni tani dhe këndin tjetër. Shezllonëve. Ajo është pishina, ajo atje, ajo është më të njerëz. Uji është i pastër? Tani kur s'ka ujë tani është shumë i pastër.
Ua, po kështu tash këtu rrin shezllonët e tjerë. Rrin për që vinë njerëzit tonë marrin. Nga vinë shumica? Po përgjithësi nga Tirana, nga zona. Nga zona e Shqipërisë mesme, domethënë Tiranë, Durrësi, Durrësi, Kavaj. Sa është tani kjo pjesë nga Tirana? Nga Tirana me makinë. Tufin këtu 1 orë 00. Tufin këtu. Tufin këtu. Puna është me shku deri në Tufin. Po. Me dal nga trafiku më shumë duhet me dal nga Tirana. Se sa me ardh këtu. Tani këto këtë shelgun e ke mbjellë ti apo ka qenë këtu? Ky shelgu këtu është shelgje. 2 metra, 3 metra e kam gjetë dhe është rrit. Shelgje dhe plepa është pjesa më kryevepër. Tani unë do ta mbyll pak, do futem edhe një herë në ujë aty bashkë me pajtimin, edhe do nisemi për në mal. Malin sa e kemi që këtu? Po e kemi nga 1 orë. E kemi 1 orë. Është i bukur mali? Është shumë i bukur. Jemi kufi me Maqedoninë aty me Mavropë. Ka pyll? Po pylli është në krajin e Maqedonisë, ka. Direkt, sa t'hypin majnë, do shikojmë direkt pyllin. Shohim pyllin direkt. Do shohim që ta dini ju, ky është e çuditshme, i ka të gjitha llojet. Shiheni çfarë makine ka. Po më të bukur është që ka, shihë si është makina, e ka bërë vetë. Ka sharru një Land Rover, e ka bërë shumë një Land Rover tjetër. Vetë e bërë këtë, Po, vetë. Shihë. Me pak fjalë jasi ka qenë. Ka qenë ashtu, Dhe jasi është. edhe u bë kështu. Dhe dini çka ka? Ka motor rabore. Ka këto barkat e rafting. Çka ke tjetër? Ski. Për skia, fluturime për paragliding. Parashutën para gliding dhe Edhe ka me një tip helikopteri 2 venç mund ta quajmë me krah që mund fluturim në zonën tonë, po e kupton se ka sjell dhe helikopter këtu. Helikopter apo avion? Tip avioni që nisën duhet një pistë 300 metra për ta nisë. Me 300 metra e nis. Edhe do të ndalesën ajo, ne prandaj duhet një pistë 300 e metra. kupton ka sjell avion për Shkopi. Po ka pasu fushë Ka qenë fush në kohën e vet, ka qenë një fush një herë në javë, Po. e sillte për të sjell gazetat në Kastriot. Ka qenë fusha dhe nuk është më, po mund të bëhet një diçka. Po ti ku e bleve avionin? Në Itali. E do me i dhon vet? Po. Është shumë e thjeshtë. Ka marr avion tani për t'i dhënë në Itali. Un po i hyj këtej tani të shkoj dhe herë tek lumi, nuk e keni iden çfarë freskie ka. Por 5 minuta nisemi për mal. Ne do të bëjmë gati mula, ha? Do të lani, ku lani? Ku të bresim? Mund plani atje, mund shumë plani. Dhe ku që ka me këtu. Qime tani faktorin? Tu po buronu i du. Po, buronu. Tu buron këtu. Është kryevepër, më i bukur është atje se është më i thellë, po edhe këtu është mrekulli. Nuk di. Restorant Buz Drinit Zi.